Kur thoshin Amerika është me ne, ju kujtohet? Po flamujt e Gjermanisë nuk ishin parë në herë që të dilnin në bulevard për të rrëzuar qeverinë. Këtej Molotovët, këtej flamujt e Gjermanisë dhe mbushën dynjan që Gjermania na ka ndëshkuar. E para, nesër në Bruksel janë të gjithë është dhe Gjermania. E dyta, mbas disa ditësh, do t'ju qoj si përshëndetje një informacion të detajuar nga takimi që do të kemë me kancelarin e Gjermanisë. Do ma falni vanitetin, po kjo është një pjesë që edhe ma argëton pak, se dhe duhet argëtohemi në herë. Ma argëton pak me ta, sepse i bien grepit po isoj. Po isoj. Edhe nuk ka nevoj për karem fare. Edhe unë kam shumë qef, them drejtën, kur i shoh që shkojnë ke grepit, edhe thonë e këputëm. Edhe pastaj e gjenë vetën në grep. Unë nuk dua të zgjadhem më tutje, dua të them vetëm që sot ne përfaqësojmë Shqipërinë me forcën e transformimit, e përfaqësojmë Shqipërinë me forcën e imazhit të transformuar, jo thjesht sepse kemi restauruar fasada, as se kemi mundësinë që të paraqitemi me atlete. Por sepse ky është një vend që para një dekade kishte më pak se 10 miliard euro prodhim. Sot ka kaluar 27 miliardë. Ky është një vend ku paga mesatare një dekadë më parë ishte e papërfillshme. Sot është 912 euro. Ky është një vend ku paga mesatare në sektorin publik tani më është 1086 euro. Ky është një vend ku borxhi publik ka zbritur 9.50%. Dhe të ardhurat janë rritur përsëri, pa rritur taksat. Dhe ky është një vend ku sot kredit bankare janë 10 miliard euro, ndërkohë që kredit e këqija një dekadë më parë ishin 25%, sot janë 3%, në nivelin më normal. Dhe ky është një vend ku investimet e huaja direkte ishin 300 milion euro, 400 në rastin më të mirë, në vit. Vitin e shkuar u mbyllën me 1.63 miliard euro. Dhe do vazhdojnë të rriten investimet e huaja, do vazhdojnë të rriten investimet e brendshme, do vazhdoj rruga e transformimit. Dhe në mbyllje dua të sjell një imazh për rrugën e transformimit duke u nisur nga plazhi i Durrësit, i cili u bë një territor ku për shkak të ujrave të zeza mbinin bim e mbinin pemë në përër. Sot plazhi i Durrësit i është nënshtruar një tjetër transformimi dhe ndërkohë që kemi zgjeruar vijën e Rërës rreth 80% të projektit, do të bëjmë dhe zgjerimin tjetër dhe vija e Rërës e plazhit Durrësit do të jetë 100 metra më e gjerë se sa qishte, ndërkohë që paralelisht me njërën prej studiove më të mëdha të botës kemi planifikuar edhe gjithë rigjenerimin e